Mirëmëngjes miq të dashur dhe mirë se erdhët. Jemi ritakuar si çdo ditë tjetër, jemi në transmetim të drejtë për drejtë në Vila 24. Sa të ndezi sopën, Kati do thotë mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Çfarë ka? Pse nuk ndizet? Duart e mia të lagura gjithmonë Si e kanë sot, probleme. Kat? Faleminderit mirë dashur. Me këtë kohën me shi, sot kishte shumë trafik, por ju që s'keni dalë nga shtëpia, merreni parasysh, ditë shiu, edhe bubullimash që në orët e para të mëngjesit. Ditë shiu dhe sigurisht që neve duhet t'i përshëndesim anvisat, do t'i urojmë një ditë bukur dhe që ndrojnë brenda në shtëpi ato që kanë mundësi, domethënë pensionistët që i falenderojmë shumë sepse ato janë edhe ato ndjekësit më të mira tona tani, që gjithmonë po më të rregullta dhe gjithmonë na dërgojnë edhe falënderime dhe neve i falenderojmë dhe dërgojmë edhe një përqafim unë dhe Anila këtej nga studio, duke uftuar këtu përsëri në emisionin ton për të parë recetat që do përsillim për juve sot dhe çfarë do të bëjmë neve sot. Menduam të bëjmë edhe me këto patlıcan, speca, tav, por do të bëjmë në tigan. Një gatim të shpejt, që bëhet thjesht, do të tregoj domethënë mënyrën, unë i kam para prirë faktikisht sepse për të si thuash pjekur, unë i pjek faktikisht specat edhe patlıxanët, do të thotë që si i pjek. Në një tigan që nuk ngjit, i lyej pak me vaj, dhe patlıxhan fillimisht i vendos në ujë me krip, i lë që të qëndrojnë të paktën për një 20 minuta, i heq pastaj edhe i bëj me një letër guzhine, kështu që të hiqin ato lëngjet e tepërta, dhe i vendos në rast këtu tek pjesa e tiganit që nuk ngjit me pak yndyr. I mbuloj me kapak që të ketë mundësi domethënë që të zbuten shpejt, dhe ja ku i kemi. Në këtë mënyrë. Marrin edhe ngjyrë, edhe zbuten, edhe ja yndyrën nuk kanë fare, kanë lëngje dhe s'kan yndyrë. Dhe këto do ta shikoni më mbrapa kur ne do t'i bëjmë në tavë që nuk kanë fare. Gjithashtu në të njëjtën mënyrë bëjmë zbutjen edhe të specave. Kështu që këto i kemi bërë gati dhe çfarë do të kemi tjetër? Thjesht do ta sillim këtë lloj gatimi që do të thotë do të kemi domate të freskë, do të kemi një salcë domate, do të kemi edhe piper të kuqës, speci, me qenë se do kemi speca dhe më pëlqen shumë domethënë që të kombinohet, edhe qep, hudhra, krip, piper. Nëse do një shtoni ndonjëherë tjetër juve që ta bëni akoma më ndryshe, mundet të shtoni domethënë varet nga dëshirat tuaja se çfarë juve ju pëlqen. Mua më pëlqen domethënë ta sjell kështu thjesht veçse me këto që përbërës që unë ju thash. Tjetër, çfarë do të bëjmë neve sot? Ne do të bëjmë edhe një kulaç me kos, domethënë vetëm me kos me sod. Një lugë sod domethënë. Po, edhe do të kemi kos. Pare tani 1 kilogram miell, doni të bëni më pak. Bare se sa juve keni menduar në shtëpi. Nëse do keni 1 kilogram miell, do të keni një lugë të çajit kosë dhe do të keni një lugë të çajit krip dhe rreth 600-650 gram kosë. Për recetën e radhës, kam menduar të bëjmë, domethënë, edhe kjo është një recetë e thjeshtë dhe shumë e shpejtë, me speca, me qep, me domate edhe me vezë sy. Që ashton sipër dhe mbulon në... sipër dhe mbulojmë me kapak. Shumë e mirë bë, edhe është nga këto recetat 5 minutëshe. 5 minutëshe, dhe pse nga që themi që do të bëjmë edhe kulaçin, edhe njëra dhe tjetër me kulaç shkojnë, kështu që e keni si thua bukë e gjellë bashkë. Ne do gjellojmë fillimisht. Pra, recetat janë një kombinimi njëra tjetrës shumë mirë për ditën e sotme, mund t'i realizoni, bëhen edhe lehtë, pra nëse nuk keni menduar të bëni diçka për drek me pak përbërës dhe në pak minuta kryeni vaktin e ditës së sotme, kështu që ne me njëherë kemi nisur nga puna, ajo që Kati është siguruar, pra si që shpjegoj, ta bëj pak minuta më herët, janë ca procese që nuk janë të domosdoshme për të parë, sepse dini t'i bëni, të piqni perime për shembull, ndaj patlıxhanët dhe specat ne i kemi gati, ashtu sikurse janë ndarë edhe në vendet e veta përbërësit e tjerë të cilët do të shtohen hap pas hapi. Dhe ndërkohë që ne grim qepën, më lejoni pak t'ju kujtoj se me çfarë do të gatuajmë sot, me qenë se do të bëjmë dhe një kulaç me sodë shumë i shishëm, edhe bëhet shumë thjesht, me sodë me miell edhe me kos gjithashtu, pas pak do të kemi recetat, por që janë përbërës shumë të thjesht, ashtu sikurse ne i përmendëm. Sigurisht që është mielli sa herë që përgatisim brumra, bukë, kulaç të ndryshëm, petulla, krepa e gjithçka që i shkojnë për shtat edhe orëve të para të ditës, po sigurisht që është aty në shtëpi për çdo vakt, sepse është një ndër produktet kryesore që kemi në kuzhinat tona, e sigurisht që është mielli Ola nga kompania Atlas, ai që ne vazhdojmë të shkëlqejmë në recetat tona të përditshme, me variantet e tij të larmishme, duke u përshtatur kërkesave të konsumatorit, gjithashtu edhe recetave tuaja sipas dëshirës, që nga mielli për çdo përdorim, që sigurisht zëvendin në parë në çdo kuzhinë edhe në Vila 24, sepse është ai që mund të përdoret për gjithçka, që nga recetat e kripura, byreqet e tjera deri tek ato të ëmblat. Por natyrisht nëse doni të jeni pak më
më specifik në gatimet tuaja, doni të përgatisni pizza, receta me miell misri, doni të përdorni miellin integral, i cili pa diskutim është edhe shumë i shëndetshëm për një kategori njerëzish që janë të kujdesshëm me dietën e tyre ushqimore, doni të përgatisni kekra të ndryshëm etj. Ola vjen me ambalazhet përkatëse për ta bërë më të lehtë blerjen tuaj dhe për të patur një rezultat më të mirë të recetave. Gjithashtu do doja t'ju përmendja se me çfarë ne nisim ditën këtu në Villa 24, sigurisht që nisim me një plan ideal nga Veza O Vital. Mënyra më e mirë dhe më energjike për të nisur ditën tuaj, furnizuesi ideal me minerale, me vitamina, me proteina pa diskutim, jo vetëm për të mbajtur një trup të shëndetshëm, por edhe për të marrë ato vlerat e rëndësishme në një ditë energjike që të gjithë ne kemi, sepse i mbaruan pushimet, kemi nevojë për ritëm, tani nuk duhet të jemi të lodhur. Do doja të falenderoja e t'ju kujtoja gjithashtu se kush janë salçiçet tona të preferuara, janë salçiçet Vudi, të cilat jo vetëm na japin shije, por na japin gjithashtu edhe ide të reja në përgatitjen e recetave në mënyrë të veçantë atyre të shpejta dhe të shijshme, qoftë një sanduiç i thjeshtë, krepa të mbushura me salçiçe, pica me salçiçe, por pse jo edhe ashtu të thjeshta, të ngrohura pak në zgar. Salçiçet Vudi janë fantastike dhe nëse nuk doni të shtoni asgjë tjetër, mund të zgjidhni atë variantin me djathë brenda, sepse shijon vërtet shumë dhe s'ka nevojë për asnjë përbërës tjetër ekstra. Kati për më pretet dhe tani është koha që të rikthehemi recetës së parë që prezantuam me vazhdimin e gatimit të saj. Fillimisht neve kemi vendosur në tigan dhe enkas prandaj dhe i mbajta dhe qepës, sepse duhet që qepët, kur bëjmë gatimit të tilla, do me thënë në qofte edhe patlıcan të mbushur, është mirë që shkon më mirë qepa tjetë prerë kështu në gjysmë rrethi. Në këtë do me thënë se tretet më shpejt është më mirë se sa ajo që të bëhet në kubik të vegjël. Kështu që fillimisht vendosim qepën dhe këtu tek qepa do të shtojmë edhe krip, gjithmonë te mishi jo, po te qepa me patjetër duhet filluar me krip. Pra kam hedhur vajin, kam hedhur edhe kripën. Edhe në këtë lloj gatimi, unë hedhë gjysmën e sasisë së vajit në fillim fare, sidomos kur përdorim vajin e ullirit, nëse kemi një vaj të zakonshëm, nuk ka problem, mund ta fillojmë që në fillim, do me thënë duke vërë atë masën e vajit që në fillim fare, por nëse është vaj ulliri, do të ishte më mirë që të bëhet gjysma e sasisë së vajit fillimisht, dhe gjysma tjetër ta hini në momentin e fundit që do të shtoni dhe majdanos të grirë, hollë dhe të freskët. Që të marrim shijen dhe vlerat ushqimore të majdanosit, të marrim edhe shijen dhe vlerat ushqimore të vajit ullirit. Këtu kemi hedhur qepën thamë, tani do të shtem këtu edhe thelpin të hudhrës, të cilat i kam për edhe këto në mes. Edhe këto të ndjeshme në copa të mëdha. Do t'i lëm tani që të na bëhet një zbutje lehtë dhe më mbrapa do të shtojmë salcën, do të shtojmë domate, do të shtojmë piperin e kuj, do me thënë të specit, piper të zi patjetër dhe do të rreshtojmë edhe patlıxhanët dhe specat që i kemi bërë gati. Nëse kemi lëngje nga domate, nuk ka nevojë që të shtojmë asnjë gjë tjetër, do me thënë ujë. Nëse shikojmë që kemi, do me thënë salcën të thatë, mund të shtojmë pak ujë, sepse siç e shikoni është gjysmë bërë përpunimi ndjes i patlıxhanit dhe i specit, kështu që nuk duan shumë lëngje, ato bëhen me lëngjet e veta, themi që të bëhen me lëngjet e veta, me yndyrën e vet dhe të ngjojmë me çap. Ajo është e rëndësishme sepse do të ndihmoj kapakun në këtë mes që të mos kemi nevojë për të shtuar ujë, por të bëhen me ato lëngjet e veta. Do t'i lëm tani atje, le të fillojmë dhe me recetën e radhës Anila, sepse siç e shikoj nuk e di pse s'më ka shumë temperaturë. Atë po shikoja, u afrova se mendova mos ishte e fikur se nuk po ndjeja atë zhurmën e. Ndërkohë Anila të lutem mandiz edhe këtu që të fillojmë ta vëmë përpara edhe këtë dhe të lëm kulaçin, domethënë më mbrapa dhe po. Brumi i kulaçit me sot nuk ka nevojë të vije tjetër, që s'ka nevojë ta bëjmë përpara. Kështu që tani këtë çfarë do bëjmë? Le ta shpjegojmë edhe një herë nga fillimi recetën tjetër. Vezët më mungojnë mua këtu që i marrim më mbrapa se s'është tani momenti i vezëve, veç se do marr këtë Anila të. Merre. Ashtu, faleminderit. Kështërët nuk të duan. Jo. Heqim që të punojmë rehat. Filloj qepa, filloj. Ska gjë, nuk ka problem, neve i hedhim, i vëm të dyja një herësh, sepse si që shikoni kemi menduar që të bëjmë të dyja receta sot me speca. Edhe këtu në këtë lloj recete, të njëjtën mënyrë do përdorim, domethënë, edhe për qepën që ta bëjmë në fije, domethënë kështu, gjysmë rrethi, t'i heqim kosin këtu. Ndërkohë këtu kam, mund të përdorni speca të ndryshme.
Edhe këtu nuk mendoja, do me thënë që specat i kemi të grira në kubik të vegjër, dua që edhe speci të qëndroj, do me thënë të jetë i dukshëm. Mos të humbas brënda, do me thënë të bëhet të tretet brënda. Në kuptaj. Dhe si pas dëshirës këtu, nëse doni, mund të shtoni në një spec djegës, du hedhe andej pak spec djegës, në këtë të freskët, ose mundet të shtojnë, pastaj janë visat, edhe këtë do të vendosim të patlıgjanët. Te komshiu këtu në gjitur. Ndërkohë do marrë vaj nga komshiu. Jemi duke bërë shkëmbima. Për t'i regluar, s'ka gjë. Hedhim vaj, edhe këtu e njëjta procedur mund të bëhet për punën e vaj, të thash nëse kemi vaj ulliri, e bëhet e njëjta gjë, do të me thënë fillohet me gjysmën e sasisë së vajit për të bërë ajo kavërdisja dhe pastaj shtojt vaj tjetër në fund fare, kur do shtojmë vezë, do shtojmë krip piper, shtojmë edhe vaj në fund fare. Tani të marrë edhe lugën atë I kaut, do rikëtej tani. Jo, me po mund të t'ja afroj unë, më thuaj, ma i janë këto, ashtu, janë njëra të lutem kripën. Se dhe unë bëti qka do me thënë. Nuk ishte sens që të vënim edhe kripe, pipere, këshu nga të gjitha. Po jo, se edhe në shtëpi kur gatuajnë paralelisht nuk mbajmë... Pra da ja të ashtu kalojmë, sa të njërat e tjetra. Zbuten këto tanin, do të shtojmë edhe specin. Në basë të specit, të shtojmë edhe pak nga këj speci gogozharë, sepse i jep shumë shie. Hedhim dhe një shtres, dhe më thënë të specave. Bëj shumë e thjeshtë si recet, por ju garantoj është një recet nga ato të shpejtat, por shumë të shishme. Të hedhim dhe pak nga këj speci kuq, sepse që është e vërteta dhe këj plus vitaminës C që përmban, por lidhen me njëra tjetër. Edhe bukur në gjanë, shumë e ngjyra të ndryshme. Ati hedhe dhe një. Të kemi bolë shumë. Ashtu. E kemi në regull. Tani do t'i lëm neve këto, pakës fare krip, sepse kripën do t'a edhim në mënyrë graduale. Do shtoj prap kripën në momentin që do shtojmë dhe vezët. Kështu që duhet kemi kujdes edhe për punën e kripës. Si lëm tani që të na zbute, të bëhet ajo kavërdisja e qepës edhe e specit dhe më mbrapa shtojmë domaten. Kur do shtojmë domaten, përsëri do t'i lëmë që të bëhet, si thua, të lidhen, të zbute domatja, të lëshojnë ato lëngje, dhe në ato lëngje që do të lëshoj domatja pastaj, do të shtojmë vezët. Tani vezët si pas dëshirës. 2 kokra vezë për person është mirë në fakt. Po. Sepse nuk kemi ndonjë gjë të shumë. Edhe për të ngopur, nëse e kemi për një vakë dreke. Për një vakë dreke. Për darë do t'ishte gjithashtu ideal. Po, është shumë e mirë, kështu që 2 vezë për person do t'ishte mirë. Tani, kaloj këtu. E lëm për momentin këtë recept, derisa të kavardisen edhe specat bashkë me qepët, edhe krautja dhe ritiganet. Filloj do me thënë të zbutet qepa. Shikoni, do me thënë, kur e presim në fije, ndihmohet më shumë qepa dhe lidhet më mirë me këto produktet e tjera. Dhe kohë që nga ka lëshuar dhe aromë të mirë edhe hudhra që kemi hedhur brënda hudhra. Do t'i shtoj këtu tani edhe piper. Pra bëhet një salcë fillimisht, edhe në bas salcës, ja hedhim edhe piperin e kuq, që të ka vërdise, do me thënë edhe piperi për të lëshuar aroma. Mendoj që qepën mos ta skuqni tepër, do me thënë të marri atë mjaftushëm është atë zbute dhe të lëshoj atë aromën kur e ndjeni aromën në shtëpi, do me thënë që ka lëshuar qepa, është mjaftushëm ka vërdisur, nuk ka nevoj që ta teproj. Që ta ndje dhe komshiu, do me thënë. Sepse... Kër vjen momenti për të hapur dritaret, është koha për të shtuar. Problemi atje, Anila, po ka njërë që kanë probleme me stomakun dhe i teprojmë dhe prandaj thash edhe këto, nuk janë të skuqura faktikisht, janë të pjekura, duhet më besoni sepse thash që nuk i kam skuqur në vaj të boshëm, ajo që tani, për ata që janë kaj shumë të kujdesshëm edhe duhet të shmangin, le të themi sa më shumë ndyrën të njëjtë, gjë mund ta bëjmë dhe të pjekur, apo jo? I vendosim në furrë me një spërkatje të lehtë me pak zvaje dhe i kemi të pjekura. Nëse nuk arrini do t'i bëni në tigan, do me thënë kështu në mënyrën që Katerina shpjegoj. Salsa koncentrat. Ti përzije këto apo i do kështu specat si përzije? Po, jo, përzije. Përzije, faleminderit, Anila. Të lutem.
Ja që jemi vendosur të dyja sot, njëra ndej tjetër. Ne, me aromën e qepës sot jemi mirë, do me thënë. E kemi vendosur dhe po me duam me që speca Si katë? Me që me ndonë, dhe më thënë që kishim këtë gatim me speca me qep, thamë pse jo të bëjmë edhe një fërges me domate, me qep edhe me speca. Po, shumë mirë bërëm, edhe shion. Plus që do kemi kulaqin sot, na duan këto fërgesa, si thamë do t'i hamen qapa. Po në ngeli në një kohë, mund të bëjmë në një gjë tjetër, por të varet në varësi të kohës. Duke parë e duke bërë. Dhe është ajo që ju them që në momentin që neve shtojmë salcën, gjithmonë unë, si që pate në fillim fare, e vendosë në qëndër salcën, sepse atje është edhe forca më e madhe e temperaturës, dua që të skuqet, ka vërdise do me thënë salca, dhe të më iki era e salcës dhe të më lëshoj aromat e mira që përmban salca. Kështu që është momenti tani që neve do të shtojmë edhe domaten, që domaten e kam këtyre, do me thënë një domate pore dhe një e kam grinë në kubik të vegjë që ka shumë të vegjë që nuk duket. E kam hequr edhe nga pjesa e cipës. Dhe tani kjo është salca që neve kemi pregatitur. Ndoshta pak do shplaj tasin unë që të më duhem pak fare lëngje, pak. Për të shtuar pak ujë? Po. Që do të thot një shplarje vetëm të... Po, shumë pak. Tha jo do të filloj që të marri varë. Do të reshtojmë edhe pjesët e tjera, do me thënë. Ka të këtej mendoj se... Ati do hedhim domaten, Anila. Që mos në digjet qepa, se ka filluar të marri gjërë. Po, faleminderit. Ja. Tani domatja është ajo që do zbutim. Edhe këtu tani do të vendosim edhe këtu një kapak në fakt që të na zbutin. Në ngelen lëngje, sepse kapaku do na duhet më mbrapa edhe kur do të vendosim vezët. Ska gjë se do të gjej unë një kapak Anila që kemi andej. Se vezët këtu janë vezë sy, nuk do t'i bëjmë të raura, do t'i edhim kështu vezët të plota. Gjë që na duhet, do me thënë, edhe lëngje të na ngelen nga kavërdisja e domates edhe e këtyre perimeve, do me thënë të specit, qepës. Por ndërkohë që kripën. Në regullë aty. E lëmë për momentin. Tani këtu ka filluar... Ka tja, ti lexoj pak receta atu? Mund t'i lexosh. Se pak nga pak ne shkojmë në atë... Në fund. Edhe koha i kënaj shpejt, saj që ndë njëherë. Po, mund t'i lexosh Anile dhe mund të... pa i lexuar, kështu që le të fitojmë kohë dhe të shohim të gjithë përbërësit që na duhen për të përgatitur. Përges me speca, domate dhe vezë sy. Përbërësit janë 4-8 vezë, 2 qep mesatare, 4-8 në varësi të përsa persona do të gatuani, edhe pse Kati thaj që mirë do të ishte të kishte 2 vezë për person. Kështu që 2 qep mesatare, 2-3 speca, 2-3 domate, 1 specës djegës ose fara speci djegës, krip, piper, piper i kuq, rigon dhe vaj. Patëllxhan me speca në tigan. Përbërësit, 4 patëllxhan mesatar, 4 speca, 2 qep mesatare, 4-5 thelpinj hudhër, 1 lugë salc domate, 1 lugë kafe piper speci, 2 domate, vaj, krip, piper, majdanoz. Do bëjmë dhe një kulaç sot me kos. Na duhet 1 kilogram miell, 650 gram kos në varësi të trashjes së brumit, 1 lugë çaj sot buke, 1 lugë çaj krip dhe pak vaj. Këto e kemi lëmë për në fund këtë kulaçin, ndoshta do ta bëjmë në pjesën e dytë kam përshtypjen, sepse në pjesën e parë do të mjaftohemi me 2 recetat që nisëm dhe që do të vazhdojnë në recetën e par kam betur specat dhe patëllxhanet pa ushtuar, ndërsa këtej sërish kemi vendosur tiganin dhe pasi tjetë bërë zjerja edhe e domateve që shtuam tani edhe e specave, do të mbetet për të shtuar vetëm vezët o vital. Po, tu tani salca po thuaj se është bërë gati dhe jemi në momentin që do të shtojmë tani edhe pjesët e specit dhe të patëllxhanit. Okej. I marim edhe i vendosim kështu në brëndësi, duke vendosur spec, patëllxhan. Okej. Unë kam një patëllxhan të cilën e kam lënë. E ke prerë kështu se...
me që ishte njëra me kështu. Një ashtu e një kështu. Një ashtu, një kështu. Të duket si një lule. Po. Haka to. Ja. është punë që do durim kjo. Nuk shpërqendrohemi. Ashtu, jo. Ja. Okej. Nuk do më ujë, thua ti, aq është okej. Jo, nuk do ujë, se do mbulojmë kapakun, do ulim temperaturën, edhe nuk ka nevojë më për ujë, sepse ndryshe do na dali vaj do kjo tani që do të hedhim çik vaj. Vaj këtej. Ashtu. Tani çojmë këtu tek patlıxhani ku kanë qenë më të dobta, domethënë patlıxhanët. Dhe një shpërndarje kështu. Me sy. Shpërndarje, domethënë ku ishte, ja hajse po vendosim një këtu. Ka gjë se ato të gatuara janë. Kemi një spec akoma. Kemi një spec dhe një patlıxhan. Të gjitha do t'i vëmë, se mendimin e kapakut ato do vazhdojnë do të kurren, do i krijojnë pak hapësirë njëra tjetrës. Ato do zbuten dhe do bëhen, domethënë që të ngelen me lëngjet e veta, prandaj thash që vendosim edhe këtë këtu dhe jemi në rregull. Tani ajo që ngelet, pak piper. Dhe prandaj themi që do bëhen me lëngjet e veta dhe vaj. Tani për punën e specit, unë do t'a vë kështu, do me thënë të marri aq sa duhet. Okej. Krya... Ja, kjo është. Dhe bukur kështu. Këtis duhet të zbulojmë gjë, jo? Tani, kjo është gati, nuk ka nevoj as për ujë, as për asnjë gjë tjetër, thjesht ka nevoj që të ulet temperatura. Sa duhet lënë ashtu? Shiko tani... Sa minuta? Po, e do një 20 minutë. E do? Nuk bëj, përse do, në mos të them edhe ndoshta edhe më tepër. Kemi kona, kemi. Jo, kemi në orën 10, ka kaluar më shumë se 20 minuta, kështu që... Neve, i vendosëm këtë tani që të bëhet gati, do të shmangim gjitha këto, nuk e di si jemi me kohën ku vemi. Ja, do të njoftoj. Nuk e di do kemi kohë ta bëjmë kulaçin tani apo në pjesën e dytë, por gjëja do të na thotë se kemi 3 minuta kohë. 3 minuta kohë ta fillojmë apo të shikojmë edhe një herë atë pjesën e... Po, shikojet, mos e ngusim edhe atë, se ndoshta ja vetë se të shikojmë, domethënë të hedhim një sy. Ja, dhe këtu e shikon që ju thanë që do krijoj lëngje, se me këto lëngje neve dhe tani këtu jemi në momentin që edhe këtu duhet të ulim temperaturën. Që ato të zbuten, akoma pak më tepër, dhe pastaj kur do të kthehemi, do të hedhim vezët që do t'i mbulojmë pastaj me kapak për të krijuar atë avullin, që të zihen vezët në temperaturë. Kështu do ulim edhe këtë. Bëjmë gjërat gati neve të kulaçit. I bëjmë. Edhe sido që t'jetë puna. I bëjmë, tregojmë dhe një herë çfarë duar tunë edhe vijë. Çfarë na duhet. Pra, thamë, kemi kohë, para se të ndahemi, do lexojmë dhe një recetat, kur t'jemi në minutën e fundit. Mielin për çdo përdorim do përmendim, me qenë se jemi këtu. Po, me çdo edhe para miellit kemi pastatola, që janë një produkt i ri në fakt që vjen nga kompania Atlas, edhe janë shumë të mira. Gjatë festave unë i provova katë, përveç çfarë kemi provuar këtu, provova t'i gatuaj vetë në shtëpi, dhe më besoni që janë pastat më të mira që keni provuar ndonjëherë. Nuk ngjisin me njëra tjetrën absolutisht. Nëse duam të bëjmë atë zjerën al dente janë fantastike, pra nuk të mbeten si brum. Është ajo ndjesia që vërtet je kupton që po ha një pastë të mirë. Dhe ndër të tjera vjen në të gjitha variantet e pastave. Si t'i doni ju që nga spagetit më klasiket, linguinet, ku diun fluturat, fusilit, këto rigatonit që unë kisha në duar, pra mund të përdorni dhe për tava, sidomos to që ne i quajmë tuba në fakt, sepse vjen shumë të mira kur ju përzjeni edhe me salca të ndryshme, me ato beshamelën sipër, bëhen shumë të mira, edhe në formën e lazanjës, kështu që ju sugjeroj t'i provoni, do mbeteni shumë të kënaqur. Dëgjon, do të themi anvisave që neve do ta fillojmë për ta përgatitur dhe do i presim, nëse ne do shkëputemi nga koha, do i presim. Që do të thotë, unë fillimisht filloj, domethënë duke hedhur kosin, hedh një pjesë të kosit dhe lë pak kos. Për të parë si do vi brumi. Si do vi brumi, domethënë se sa do na duhet. Domethënë, ky kulaçi nuk do ujë fare, ë? Jo, e bëj vetëm me kos. Nuk i hedh ujë. E bëj vetëm me kos edhe me sod. Okej. Tani të marrim një lukë, kemi pas një lukë të kafes, faktikisht që ta tregonin tamam. Se një kemi patur. Jo, kemi shumë.
Kemi pasur. Thjesht po e gjejmë. S'po e gjejmë tani për momentin. Okej. Pra, kos. Edhe për 1 kilogram e hedh 1 lugë të çajit, kjo jo e kafe, se kafe është më voçkër. Për 1 kilogram miell, 1 lugë të çajit sot buke. Okej. Pastaj e përzijej këtë. Përgjysmoni apo i shtoni, më shumë se 1 kilogram s'do bëni, po do t'i përgjysmoni nëse do bëni më pak. E përzijmë të tretet mirë soda. Dhe ndërkohë që përveç se tretet, ndikon domethënë kosi që t'i heqi dhe erën sodës. Prandaj bëhet ky veprim, domethënë është mirë që të bëhet ky veprim. E shikon tani se si bulzohet soda, krijohet një reakcion kimik. Janë ca gjëra që faktikisht gjatë punës i mësojmë. E tresim dhe e lëm duke me ta mbajmë këtu. Ndërkohë edhe për kripën, unë do ta hedh me shumë me dorë, kaq duhet edhe krip. E trazojmë edhe kripën. Dhe tani fillojmë dhe shtojmë mielin në mënyrë graduale. Kemi një pako tjetër anilas? Po, kemi një. Të fillojmë të bëjmë këtu me këtë. Si të duash, ne këtu kemi thënë që Ola në ndihmon edhe me gramaturën. Të fillojmë atë 250 gram çerek. Jo, nuk na arrin ajo, se do bëjmë tjetër. Kështu që na do hapim pakon. Ja urdhë, mund të ma hapësh këtu. Faleminderit. Ndoshta mielin s'duhet ta hedhim nëse kemi në plan të shkëputemi. Ska që do bëjmë një tjetër, do ta vë në furun dhe të regojmë prap nga fillimi. E bëjmë edhe këtë ne, a? Po, kita arim do me thënë kohën. Se mos të dhe dhe një recetat unë para se të shkëputemi edhe ne vazhdojmë kur të kthehemi. Në rregull. Sepse mendoj që duhet parë, sado që duken si të thjeshta. Jo, do ta bënim prape, do ta bëjmë, nuk diskutohet. Po mimi ne e bëjmë dhe të kemi miell sa të duam. Përges me speca, domate dhe vezë sy. Një nga recetat është kjo, për bërësit 4 deri në 8 kokra vezë, 2 qep mesatare, 2-3 speca, 2-3 domate, 1 spec djegës ose fara speci djegës, krip piper, piper i kuq, rigon, vaj. Patlıcan me speca në tigan, përbërësit janë 4 patlıcan mesatar, 4 speca, 2 qep mesatare, 4-5 telpi hudhër, 1 lugë salc domate, 1 lugë kafe piper speci, 2 domate, vaj, krip, piper, majdanoz. Dhe ne nisëm të përgatisim kulaçin me kos, përbërësit janë 1 kilogram miell, 600-650 gram kos, 1 lugë çaj sot buke, 1 lugë çaj krip dhe pak vaj. Ajo që kemi bërë është të përzijem kosin me sodën e bukës dhe me kripën. Pjesën tjetër kur të vim në studio. Patjetër. I presim këtu. Jemi në pjesën e 2 të këndit të gatimit, vazhdojmë të jemi live në News 24, në Villa 24, dhe tani jemi në fazën që po bëjmë. Atëherë të dashur Anvisa, ne në mbarim ju tregua mënyrën se si mund të përgatisim kulaçin. Do ta bëjmë edhe atë, nuk është se do ta bëjmë, por e kam sill në këtë trajt sepse dua që të na bëhet gati, domethënë ta kemi të piqet, po. Se 20 minuta do, 20, 25, 30, po shtimat 30 minuta. Tani këtu kam kos edhe vaj. E kam përzier mirë dhe nëse dojnë, domethënë edhe ngjyrën e merr të mirë, kulaçi e bëjmë pak me këtë furçe. Me vaj edhe me kos. Merr ngjyrë të mirë, po sigurisht merr edhe shije të mirë, dhe e mban të butë kulaçin. Kështu që bëjeni këtë veprim. Unë nuk i hedhë vezë, jo se nuk i hedhet, ka kështu që i hedhim, me qënë se ne vezët do t'i përdorim sot atje. Po. E bëm kulaçin vetëm me kos, pa vezë. Dhe kemi gati neve tani që ta vendosim në furrë. Okej. Një kulaç të thjeshtë. E kemi të shesh, do të thotë deri në orën 10 për... Po me kismet. Do ta shohim, edhe pse do 20 deri në 30 minuta, ne kemi më pak se 20 minuta kohë, me gjithatë do ta shohim deri në orën 10, pra se si do të jemi me pjekjen e tij. Tani kemi 2 receta për të përfunduar, cilën do përfundojmë? Kush ka momentin tani? Anila, do t'i shikojmë të dyja, sepse unë mora me kulaçin edhe i lash kështu. Atje kemi soba është në rregull. E kemi te pesa në temperaturë. Vazhdon që të bëhet zierja, mendoj që ta lëm pak akoma. Mendoj t'i lë edhe pak akoma. Okej, atëherë do të kalojmë tek
receta tjetër? Janë goxha mirë. Tu ngelet vetëm pak të ula akoma më tepër temperaturë. Edhe në rregull e kemi këtë, është gati. Ajo që ngelet këtu është momenti që do të shtojmë edhe majdanozin të gri roll. Edhe te njëra edhe te tjetra. Por te tjetra ne duhet të shtojmë vezët tani. Vezët, po. Thamë që vezët o vital do t'i shtojmë në fund, do t'i lëmë vezë sy, do të përfundojmë në tigan. Ja, me këto lëngjet që ka tani, do hedhim vezët, edhe të ngelet me lëngjet e veta. Vezë, krip piper, edhe vaj. E ti hedhim edhe do shikojmë pastaj se si. Tani, mendoj që mos ti provojmë, ti hedhim direkt, apo të bëjmë atë si bëjmë gjithmonë. Si të dëshirosh ti, ndërkohë ne në këtë paketimin kemi bërë bashk vezët e kuqe edhe të bardha për të treguar gjithashtu që vezët o vital në të gjitha paketimet që ju zgjidhni që nga 8 kokra 10 apo 15 vinë të bardha edhe të kuqe me cilësi maksimale. Po hapim nga një folez, sa të marri tani do hedhim pak më tepër se 4. Thash nga 2 vezë për person është mirë që të bëjmë. Hapim edhe një këtu. I ndihmon kjo, do me thënë me lugë që bëjmë këtë folezën. Të vëmë edhe një këtu dhe një në mes të Monanila. Si thua ti? Si të dëshirosh? E di që nuk ma prish. Ti e di? Po ja, le ta bëjmë dhe një në mes. Ne bëjmë dhe një në mes. Edhe një këtu. Edhe jemi në rregull. Një diell në mes. Krijuam edhe një formë, kështu me Ashtu. me të vetat e vezëve. Ajo që ngelet tani është që tu hedhim vaj sipër. Edhe krip. Okej. Edhe piper. Nëse doni mund të shtoni dhe rigon. Edhe rigoni i shkon. Faktikisht i shion shumë. Okej. Të marrim të hedhim edhe këtë, edhe të mbulojmë. Dhe është gati. Thjesht të duhet të presim që të gatuan edhe vezët. Po, të jenë me gatuar dhe vezët, me thënë të drejtën, ky ka paku një qikë sikur më ashu, po. Është i shesht. Po, është i shesht. Ja, gati që improvizon. Me një pjatë, nëse se keni ka paku Po, me një pjatë më të madhe se sa gjerësia e tiganit që të mos... Sepse duan të kryoj avuj që të piqen. Ta bëjmë dhe pak më ashtu që të ketë ashtu. Okej. Mirë. Dhe tani është momenti që të shohim edhe recetën tjetër, apo do bëjmë kulaçin? Si mendon, Kat? Tani do bëjmë kulaçin, do pres pak Anila. Të cilën ne e lam pa përfunduar, sepse do duhet të bënim atë shkëputjen publicitare të pjesës së parë, por ndërkohë Kati nuk e lame aq, preferoi ta përfundoj si përgatitje të brumit të kulaçit që ta kishim gati për ta vendosur në furrë dhe ta tregojmë edhe të pjekur deri në orën 10. Dhe tani është momenti që do ta shpjegojmë edhe një herë. Pra, kos, sot buke dhe krip, kjo ishte përzierja e parë që ne bëm dhe e lam tek momenti që do të shtonim mielin. Ta bëjmë edhe një herë, me që se vendosëm brenda atë. Do bëjmë dy kuleçë sot. Ashtu, hodhëm. Të hedhim edhe sodën. Do hedhim më pak. Po, se po bëjmë një sasi më të vogël, thjesht për t'ja u treguar ju. E trazojmë mirë këtë. Do shtojmë edhe kripën. Pra hedhim një sasi të kosit në fillim, nuk e hedhim të gjithin. E trazojmë mirë sa ajo të bulzoj, do me thënë të shkrijet. Po. Ja, ka filluar bulzohet. Hedhim edhe kripën. Kjo ndihmon, do me thënë, sodën, me kosin bashkë, kjo t'iki dhe era e sodës. Mos të ndihet në momentin që hedhim mirë, do me thënë që piqet kulaçi. Edhe nuk ngelet edhe soda vënde. Po, të shpërndahet mirë. E trazojmë me lugë fillimisht.
kemi ruajtur pak kos, kjo për t'ja shtuar nëse do t'jetë nevojshme. Po, nëse ka nevojë, do me thënë që të shtojmë. Sigurisht, neve do të shtojmë kos, sepse do t'a bëjmë pak më të madhë, me thënë. Se kemi hedhur sot më tepër, kështu që duhet miell. Edhe kos, mjaftueshëm është, të shtoj edhe pak miell edhe e punojmë tani. Sa mund të punoj me lugën edhe pastaj me dorë. Kulaçi dhe buka duan që të punohen me dorë, faktikisht, kur i bëjmë në shtëpi, tjetër makineria, sepse këtu kemi nevojë, do me thënë, që të marrin ngrohtësinë e temperaturës së dorës. Po. Kështu edhe e kuptojmë brumin, se sa i ngjeshur është bërë kur e prekim me duar. Recetën e kemi Fiton në ekran. elasticitet. Gjatë kohës që ne gatuajmë. Pastrojmë anët fillimisht dhe shikojmë, mbajmë edhe pak miell, kur e punojmë pastaj në tryez, që të punohet, se duhet punuar mirë faktikisht ky lloj kulaçi, që të bëhet sa më i shkrifët. Duket një brum i butë, është nga mënyra se lehtë punohet. Është e miell ende? Po, ka nevojë për pak miell, Anil. Edhe sasia e sodës që neve hodhëm, ka nevojë, do me thënë, që të hidhet pak më tepër miell. Kemi një heshtje, ajo që na duhet do marrim tani. Majdanozi do na duhet tani mbrapa që të na ashtu. Nuk e di si jemi me kohën. Aso nuk e di, po besoj. E ndihmoj faktikisht luka që vendosëm dhe 7 minuta kapakun. kemi në katë. Sa majdanoz të duhet? Jo, duhet më tepër një tufës, sepse më duhet për të dyja. Shëndet. Ka gjë. Se nuk e mora vesh pëse po bëja gjiro me këtë majdanozën. E merja dhe zgjidhje gjethet më të mira. E pra e. Edhe. Ka të shini? Shumë mirë. Kaq. Të shkëlqyera janë. Okej. Vetëm se duhet ta parashikojmë kohën fix kanti. Kemi kohë akoma. Ta presim këto? Po, apo do ta Anila. presësh vetë? Po pre. Imët. Unë jam, Si e do? thuash, imët duhet. E di që do me thënë, kam besim të plot, nuk është hera e parë që më... Sa je kur të mbaroj këtë fjalin? Tani, pasi e punoni, që edhe prapë ka nevoj këj për miell, i hedhim që këto të ngucur. Shkëlqyshëm fare. Ka shefa këtu. Anela. Master chef. Tani. Kati, ta shërbim njërën. Kam besim të plot, e shiko tani. Prapë? Të kam lënë. Atëre, majdanozin të ashtojmë në tenxhere? Në tenxhere. Në tigan, Dhe do kemi pastaj edhe për të A shumë. ta shojmë një qëmë që nëse jemi në fund. Mos i shikoni kështu për punën e kësaj brumit. Është mirë që të punohet sa më shumë. Sa më shumë, aq më mirë dhe më i shkrifët bëhet. Fiton elasticitet, prandaj edhe po e lë, do me thënë që
Jemi në rregull. Këtë Anila unë do ta kthej direkt në atë, nuk do ta, ja do ta shikosh tani se nuk do ta hedhim në pjatë. Duar, po. Do ta lë pak tu të qëndroj. Okej. Tani, pra, ky ishte brumi. Po. Do ta vendosim neve në atë, sa të pastroj pak duar. Jo, doja të thoja që ne kur u kthyem para pak treguam të shtruar në tavë, të dhënë pak forme pirun me ndihmën e një luge, e lyem sipër me një përzierje, pra me këtë që ne bëm thjesht me kozë dhe vaj ulliri dhe e kemi vendosur në furr. Okej, mos e shikoni tasi se është pak pis se e kemi përdorur, po kozë dhe vaj ulliri ka aty brenda. Tani, ti shërbejmë sepse jemi në momentin që duhet ti tregojmë pjata ate përfunduara. Edhe, ka ti lërë se e mbledhim pastaj. Ndodhin dhe këto. Na iku letra e kuzhinës, na zbërtyve në përshti. Na mori rrugë. Si dihes. Hajde shërbejmë pjata, se do na iki koha edhe nuk 2 minuta fix kemi dhe kur themi fix. Ta heqim dhe këtë kapaku më anise. E po tani, shiko, a jemi në shtëpi? Jemi kemi fix kohën sot. Nuk na tolerojnë hiç. Okej. Shumë mirë, kem pëlqen shumë. Shiko. Ç'është? Kulaçi ka filluar të marrë një ngjyrë të lezetshme. Dhe do duhet ta kthejmë edhe për pak minuta në furrë, po unë po e nxjerr që të shikoni se si do të jetë. Kati unë e hapa, apo tani që e hapa? O, e hape moja Anila. Se ka dyfishuar trashësim, sepse është bërë me sodë. Shikojeni një qik? Shumë i mirë. Edhe unë këtë e shkova. Me sodë. Aromën e ka shumë të mirë. Edhe kjo fërgesa me vezë më pëlqen. Shiko, t'i vëm këtu afër e afër. Vendosi afër Anila. Dhe tani në sekondat e fundit. Të servir edhe pjatën tjetër. Ja, kështu. Na hape oriksin kati. Të kulaçi me zë pres ta provoj. Më pëlqen, më duket shumë i mirë. Si thamë, ne do ta ham me qap. Me qapa, me kulaç. Nuk po hedh më tepër. Shumë të mira. Të lumshin duart. Faleminderit e dashur. Do ta lëm lart këtu në kodër. Do ta lëm kështu në kodër. Ashtu lëre, se tani besoj është momenti për t'i parë edhe nga shtëpia, kështu që nga të gjitha anët është e bukur, e shishme. Po që na bëj mirë kulaçi. Shumë i mirë është bërë. Edhe me shpejtësi edhe ha mirë. Faleminderit e dashur, kënaqësi. Pa ty këtu është e pamundur, domethënë që të kemi mundësi që funksionojmë, që se vërteta është ndihmesa jote, që arrim dhe rezultatin e fundit. Atëherë të dashur anëvisa, faleminderit edhe nga ana ime. Uroj që dhe shpresoj që dhe këto gatimet zënë vend në tryezat tuaja familjare, sigurisht që juve i bëni, keni atë mënyrën tuaj, po bëni edhe atë mënyrën se si e sjellim neve këtu unë dhe Anila, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Kalofshi një ditë më të bukur në vijim, ju dua shumë dhe miru takoshim nesër këtu me ide dhe receta të reja. Miru pafshim. Të lumshin duart dhe një herë kat, nesër që në orën 9 me ide të reja, mos të humbisni këndin tom të gatimit, pas pak do të keni në YouTube videon e ditës së sotme në News 24 ose Villa 24. Tani është momenti të shkojmë në një hapësirë publicitare edhe të vazhdoj emisioni më tej.